Territori i Kosovës për datën 10 maj do të karakterizohet nga moti i kthjellët dhe i ngrohtë, me vranësira të pakta lokale në zonat malore gjatë orëve të pasdites. Temperatura minimale do të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi mesatare prej 2 deri 5 metër për sekond dhe her pas here në disa lugina deri në 8 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 13 deri në 30 gradë Celsius, Podujev 13 deri në 29 gradë, Skënderaj 13 deri në 28 gradë Celsius, Pej 14 deri në 30 gradë, Prishtinë 13 deri në 31 gradë Celsius, Gjakov 14 deri në 30 gradë, Malishev 14 deri në 29 gradë, Gjilan 13 deri në 30 gradë, Ferizaj 13 deri në 30 gradë Celsius, Kaçanik 14 deri në 29 gradë Celsius, Suharek 15 deri në 29 gradë, Prizren 14 deri në 30 gradë Celsius.